që ndjekin këtë konferencë shtypi. Para largimit, unë i lash këtë shënim. Altin Tropinit, armikut të egër të votës së lirë të shqiptarve, amnistuosit të krimit monstruoz elektoral të Ramaduros dhe narko-qeveritarve të tjerë. Por të gjitha këto, për lidhjet e tij me Tropinin, por milionat e marrë nga Kreshniku i Manzës, ai do përgjigjet para ligjit. Bravo! Miqtë e mi, kjo është platforma ku para shqiptarve paraqiten faktet dhe të vërtetat që provojnë se çfarë llumi njerëzor, se çfarë dhunuesish monstruoz të ligjeve dhe kushtetutës ka grumbulluar reforma e George Sorosit në institucionet e drejtësisë. Këta funksionar, narkofunksionar, që marrin rrogat më të larta në Ballkan, që marrin rroga stratosferike, këta janë njëkohësisht mbrojtës, avokator të krimeve të shëmtuara, janë njëkohësisht dhunues të pa ftyrë dhe të pa cip të kushtetutës së vendit dhe ligjeve të këtij vendi. Sot para jush kam sjell dokumenta të reja me të cilat faktohet ftyra e vërtet e Altin Tropinit, e KLG-s, e ILD-s dhe qeveritarëve të tjerë.